dhe realisht sa herë që ka ramjet të termocentraleve të vjetra ato, punëtorët janë nën këtë punë, jo për shkak të pagës që marrin, se paga atyre nuk është, domethënë, aq sa që rrezikojnë këta, mirë po e bojnë atë anën patriotike më shumë, atë anën. Hyn me botë. Ata hynë sigurisht me saldu, me sanu rrjedhjet në Kazan. Që mbrana Kazanit. Po, mbrana Kazanit, është e detyrueshme me hi, edhe kur kemi pajisje personale mbrojtje atu ngushtica, sigurisht se nuk është e lehtë. Më i patë edhe pantollat i patë shky, pra... Po, ato mund të grisen pantollat, edhe po t'i ke shtreja, mund të grisen se arsyeja është e thjeshtë, që farë ngushtice është ato, edhe do më thonë ka ato gypat e kaldajes janë jashtëzakonisht ngushticat e mëdha, është vështirë të saldohet, ato prehet me autogjen, prehet me brusalic, saldohet, edhe këto janë të mundshme. Megjithatë, paga e punëtorëve të Kekut është... Sa paguhet ky punëtor? Po kjo mesatarisht mund të ketë 700-750 euro pagë, jo më të madhe, kur e shohëm në tregun e punës është krejt më ndryshe, pra krahasimisht me tregun e punës punëtorët të Kekut kanë një pagë shumë simbolike, përkundër kësaj nuk ju paguhet rrezikshmëria edhe pse ligji i punës dhe ligji për siguri e shëndet jo jep mundësinë këtyre punëtorëve që kanë rrezikshmëri. Fatkeqësisht në korporatën energjetike të Kosovës dikon rreth 1% stafit vdesin pa u pensionu, që ne dyshojmë se janë 1% të stafit, është një rrezikshmëri më e lartë në Evropë. Ne dyshojmë që janë smundje profesionale, kancerogjene që i marrin gjatë proceset e punës, po kjo është ajo puna që e bojnë punëtorët e Kekut, realisht sfidohen, sepse na kur të shkojmë në shtëpi, kërkush nuk na pyet çfarë punohet ato, çysh punohet, çfarë kushte, po pse s'ka rrymë. Domethënë edhe na kemi familje. Tek e fundit është përgjegjësi juaj për rrymë, është përgjegjësi në mio kushtet juve mas pari punës. Këto na kanë kur kanë qenë në opozitë vetë ndosë që kanë ardhur dhe kanë folur me juve i mbojnë mend, po i kanë pas llafet shumë të forta. Edhe non punëtorëve. Po është vërtet që çfarë gjendje del punëtori aty i sakatosur që ka hyrë me saldu. Është shumë e vërtet që 40 vjet. Ne kemi pas premtime të jashtëzakonshme, edhe si sindikata kemi pas takime para se me u bë qeveri me koalicionin e atëhershëm Lidhjen Demokratike të Kosovës, saqë na si sindikata kemi thonë ky me të vërtet pas ka me na bë shumë të mira, se takimet ishin të shpeshta. Nuk e di shumë edhe pse, mirë po dialogu social nuk ekziston. Ne që prej 25 prillit e kemi bën një kërkesë me u taku me menaxhmentin lidhur me kërkesën për ngritjet pagave dhe të tjera, që kemi në gjykatë, domethënë në gjykatë shumë land prej punëtorëve të Kekut që nuk realizohet, domethënë që ato që aburojnë nga ligji i punës, sigurisht ato pagesat për vikende, për punëtorët me ndrrime që kemi fitu me gjykatën themelore, gjykatën apele, gjykatën supreme, gjykatën kushtetuese, vetëm ato që i kemi marrë me përmbarues se prap Keku nuk e respekton këtë drejt, e ne konsiderojmë që ata janë duke konsumuar veprën penale, në këtë rast, nuk paguhet rrezikshmëria, edhe në këtë rast punëtorët e Kekut janë të imponuar të i drejtohen gjykatave, për arsye se këta punëtorë normalisht kanë smundje profesionale dhe do të me pas një ekstra pagesë. Kuptohet, vetëm prej punëtorëve të Kekut kemi mira land kundër Kekut që nuk i respekton të drejtat ligjore. Njëkohësisht, anën tjetër e shohëm në çmimin e energjisë elektrike, Keku e shet nën kostet të prodhimit, nuk e di çfarë ndodh te Keci, për shërbime universal, pra shet me 29 euro gjys, transportuesi
i energjisë elektrike në këtë rast i fiton mbi 35 euro, vetëm për transportin e energjisë elektrike. Këto dalim, pastaj edhe i fillojmë, vetëm për fillim pra, pastaj sigurisht kthejmë tek edhe importi i rrymës, është një fjalë kur punëtori del për aty, thotë jetë o jetë. E thotë me ironi, fakt edhe bizneset jetë o jetë nga thonë që tash. Paka shumë si ky zotnia janë edhe bizneset tash, sa që janë detyruar edhe me bloku rrugë shkak për menaxhimin e energjisë. Ilir Merena pa thonë mirë, po ja vojnë se e kanë përkra vetë vendosin. Shyshat po me kesh një menu, a thua e ka votu Albin Kurti, shky punëtori, a se ka votu. Vetë me veti kesh ty mendu. Me atë shkojnë të ka. Një shko mirë me ditë. Po për biznese e ke thonë të, për biznese e ke thonë. Është edhe kjo, pa dyshim që është koha më vështirë për biznesin, edhe bizneset janë qenit atë mos qenit, do më thonë të egzistojnë apo mos të egzistojnë, edhe kemi rastet e para dhe ku kemi fabrikë që është mbyll, i ka liru punëtorët, kemi prodhues të cilët janë detyruar me bënë një riorganizim të brendshëm dhe një pjesë të punëtorëve i kanë dërguar në sistem në shtëpi, me shpresën që pikërisht për shkak të çmimit të energjisë elektrike të tregut të hapur. Ne i kemi shtjerë të gjitha mjetet, e kemi dërguar me dhjetra shkresa në zyrën e kryeministrit, në ZRE, të Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës, të Ministri i Financave, po asnjëherë nuk kemi pas një përgjigje. Ka qenë një takim para 2 ditë para protestës që patëm në rrugë. Kishëm pritje që kryeministri do të vijë me një ofertë konkrete dhe ideja ishte që ta dëgjojmë çfarë oferte po ofron kryeministri dhe me shpresën që do ta kupton në realitetin, do ta kupton situatën se çfarë gjendje të keqe është biznesi dhe nuk është momentumi i duhur për t'i nxjerrë bizneset në tregun e hapur. Në çdo shtet do taku asnjëherë po. Jemi taku, mirë po ka pas vetëm fjalë. Unë do t'jem me ju do t'jeni, do t'ekzistoni si biznese, do shta unë nuk do t'jem qeveri, po ju prap keni me ekzistu si biznese. Mirë po nuk ka pas një ofertë konkrete, nuk ka pas një plan konkret me të cilin kishë mujt me diskutu me kryeministrin edhe me pase kjo periuda tranzicionit që kërkon biznesi minimumi prej 1 viti, me mundësu biznesit që këtë kalimin në tregun e hapër mos me i vrejt efektet negativ ose pasojat nga dalja në tregun e hapër. Këtu është qujt treg i hapër, se në fakt nuk ka qenë treg i hapër, as nuk është treg i hapër, se tregu i hapër e kemi po me gjitha vendet e rajonit, po dhe me bashkimin evropian është kur spari, gjdo qeverie ka pregadit tregun, ka ofru një konkurencë më të madhe, ka pas një numër më të madhe të ofertave. Kurse këtu gjithçka është bazu në atë, si them, në atë pritjen që operatorë që furnizojnë me energji elektrike në Shqipëri dhe në Maqedoni, të cilët janë të licencuar në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, 16 prej tyre, do të na ofrojnë neve furnizim me energji elektrike. Dhe ne kur e kemi marrë listën prej ZRE-s, kemi po që janë 19. Për 19-ve 3 kanë qenë licencuar në Kosovë, ndërsa 16 në bazë marrëveshjeve që i kanë Kosova me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut, ju njohon licenca në mënyrë reciproke. Dhe kur e kemi dërguar një kërkesën për me na furnizu me energji elektrike, me na dërguar ofertat, 16 prej tyre, pikërisht ata që s'kanë qenë licencuar në Kosovë, na kanë injoru. Kur thon na kanë injoru, nuk kanë përgjigj fare. Ndër 3 që kanë qenë në Kosovë Keku në atë fillim na ka paralajmëruar që nuk ka mundësi dhe nuk ka kapacitet. Përkundër që ka licencën për furnizim, i ofru furnizim biznesit. NOA ka kthy me shkrim që nuk është interesuar për vitin 2025 me furnizu biznesin në Kosovë dhe i vetmi ka mbet Kesko. Kesko ka filluar me është përgjigj dhe ka filluar me ju dërgu oferta bizneseve që ka qenë prej 200% kundrejt çmimit të rregullu deri në 400%, varësisht për kapacitetit, llojit biznesit dhe dhënave, se i vetmi i cili ka pas dhënat të sot, i vetmi që ka dhënat për çdo biznes, për çdo njësor është Kesko. Dhe 3 ditë, kur është po kjo situatë, pas reagimit tonë, 3 ditë para datës parë, në 26-27 ose nuk ka vëqëshor, shkojnë dhe i licencojnë edhe 3-3. Që ata e kanë të pamundur brenda 30 ose 60 ditë ty me ta ofru, me ta pregadit ofertën, për shkak se nuk i kanë dhënat. Edhe sot Keku, i cili është i detyruar me ligj 60 ditë si furnizues i fundit, është i varur plotësisht prej Kecit dhe Keskos për t'i pranuar dhënat për çdo njësor dhe me pregadit ofertën dhe me pasë cil biznese. Sot nuk e kanë janë 1300 biznese në total.
Ndërsa në takimin e fundit që kishëm me zyrtarët e Kekut thonë që deri më sot dhanat i kanë pranuar vetëm për 456 biznese. Ndoshta ndërkohë se kjo takim ka qenë para 10 ditë e kanë rrit këtë numër. Mirë po me këtë dëshmohet që nuk është përgatitur nga ana ZRS dhe nga ana qeverisë së Republikës Kosovës tregu për me dalë në treg lir bizneset. Se qëllimi i daljes në treg të lir ishte dashur ta ketë në vetvete që të gjejnë ofertë më të lirë se që sa e kanë sot. Dhe dalja në treg të lirë bëhet me vullnetin e vetë biznesit, jo me dhunshëm. Bile në vendet e evropiane dhe qytetarët kalojnë në treg të lirë dhe çdo javë ndrojnë furnizuesin, se kanë oferta më të vëllëtshme dhe ndrojnë furnizuesin. Po, Ilir, nëse shohim vetëm çka kanë bëu prej të premtes, shumë interesant, këtë aparati shtetënor, po themi, fillimisht Kesko që në shoni komunikatë që thotë që Keku ka njëftu që s'ka me pas prodhime tjerë, e pastaj që ju gjuën mediave deri aty, sa që i akuzojnë edhe për fake news, ndërkohë që del ke vetë drejtori i Kekut e tregoj që situata serioze që kanë rrë bloqet e tjerë.